turpshme që kryeministri në detyrë i krahason punëtorët e Kosovës, bizneset e Kosovës me grupet dhe bandat kriminale në veriun e vendit, të cilat në të kaluarën në shumë raste kanë bërë barikada dhe kanë bllokuar rrugët atje. Kjo është e turpshme, është e papranueshme dhe nuk duhet të ndodhte asnjëherë. Derisa zoti Kurti nuk e ka thënë as edhe një fjalë të vetme për koston 800 euro të transportit të 1 megavatit të energjisë elektrike që bën kompania e Vukhamovicit, për cilin ai, kur ishte në opozit, na edukon të neve, ai sot protestën e komunitetit të biznesit e krahason me barikadat e vendosura nga lista serbe në periudhat të ndryshme dhe në vendet të ndryshme në Kosovë. Dhe kjo është totalisht e papranueshme. Energjia është siguri, nuk është thjesht ekonomi. Prandaj jam përkushtimi jam edhe pjesa programore ime edhe në paketën ligjore që kam propozuar zotit Kurti është energjia, rinovimi i kapacitetet tona energjetike për ta kthyer Kosovën në një superfuqi energjetike e që kur mos kish me pas probleme me këto çfarë kanë bizneset e Kosovës, as qytetari i Kosovës. Çështja energjetike nuk zgjidhet përmes subvencioneve, duhet të investohet në kapacitetet tona të renovuara.